Dëgjova Edi Ramën te emisioni ti që e paguajmë ne, ku kishte mbledhur sejmente bashkive dhe ndër të tjera po talleshin me kandidatin ton në Cerik, duke e quajtur emigrant. Edi Rama e ka harruar me sa duket kohën kur me thonjt paprera jetonte poshtë urave në Paris, e ushqej me çfarë të mundej. Po për fat Eligerti nuk është si ai, por është shkolluar në një nga universitetet më të mira në Itali dhe ka punuar me djersë dhe dinjitet. Sigurisht që palloshi i gjatë, siç e thrasin kolegët, do të tallet me ata që lënë rehatin e vendeve perëndimore dhe kthehen këtu për të luftuar me korrupsionin dhe baltën politike. Sigurisht që palloshi i gjatë, i cili përlan 50 milion euro vetëm me një firmë të belës te tuneli Llogaras, do të tallet me faktin se gabinat elektrike në Cerik janë pa mbrojtje dhe çdo ditë rrezikojnë jetë fëmijësh. Patjetër që palloshi i gjatë, i cili vetëm nga inceneratorët që nuk ekzistojnë ka përvetësuar qindra milion euro, do të tallet me emigrantët që e mbajnë këtë vend me remitancat e tyre dhe ushqejnë qindra mira të papun që ai i ka lënë rrugëve. Por unë uroj që dita kur njerëzit e këtij vendi të mos ta lejojnë më këtë pallosh të tallet me ne, mos të jetë e largët. Në Cerik, për shembull, ka zgjedhje të dielën. Mos votoni për palloshat, por votoni për Eligert Himën.